rikthehem tani pas në kohë, më duket sikur kisha një jetë të tërë që i njihja. Dhe një nga kushtet që ne kishim në marrëdhënien tonë ishte që unë mos të lija pas dore universitetin. Duke qenë se në atë kohë jetonim dhe në fshat dhe ishte pak kjo mentaliteti që tani u fejove, do shkosh të bësh një shtëpiake, nuk mund të shkosh në universitet nusja. Por, familja tim shoq më dha një mbështetje shumë të madhe dhe nuk më ndaluan aty atë ëndrrën dhe ishin, do shkosh në universitet, e diskuton ti këtë që do shkosh në universitet, patjetër që do shkosh. Dhe kështu ndodhi, fillova në tetor në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja për anglisht. Dhe jeta vazhdoi pastaj në fund të vitit të parë të universitetit. Marr vesh që jam shtatzan, se tani unë po mendoja si doja bëja me shkollën, si do arrija ta mbyllja shkollën, pra prioriteti im ishte universiteti. Plus edhe kjo gjë e bukur që mua po më vinte në jetë. Dhe im shoq, Vjeri, por mbi të gjitha, Vjera, ishte ajo që ishte krah meje. Duke më thënë që shiko se për qa je akoma duke i diskutuar këtë gjë nëse ti të vazhdosh shkollën apo jo. Sepse unë do vi bashkë me ty në Tiranë. Ne do jetojmë të dyja në Tiranë, unë do mbaj vajzën, edhe ti do shkosh në universitet. Ne jetuam bashkë deri në qershor. Pra kemi jetuar bashkë me shtëpinë që kishim marrë këtë në Tiranë, prej 6 muajsh. Po, me qera. Ndërkohë që kishim lënë burrat e shtëpisë në Lushnjë. Tani bashkëshorti ishte në Lushnjë? Po, bashkëshorti ishte në Lushnjë. Vazhdonte punën atje? Sepse ai ishte në punë, Vjeri po ashtu kishte aktivitetet e tij, dhe Vjera ndaloi çdo aktivitet të vetin dhe erdhi për të më mbështetur mua. Dhe shkollën për asnjë moment nuk e ndalova, shkoja rregullisht çdo ditë, ndërkohë kur unë shkoja në universitet, Vjera kujdesej për të, e ndronte, e ushqente, kur gjeja unë pak hapësirë kohe midis orësh, shkoja, sepse e kishim dhe shtëpinë shumë afër, shkoja e shikoja. Çfarë thoshtin profesoreshat e universitetit për këtë? Faktikisht nuk e kam treguar ose nuk e kam përdorur si justifikim asnjëherë në shkollë këtë fakt. Pra ndoshta ato e dinin. Edhe e dinin, edhe se dinin, sepse ka ndodhur një rast që mua me të vërtet më ka ngelur, nuk isha dorëzuar një detyrë projekti, dhe pedagogja në mes të sallës së leksionit më tha që mua s'më duhet, kjo është zgjedhja jote që ti ke bërë. Ne jemi në auditor tani dhe ti do bësh gjitha detyrat që ka një student. Njësoj si gjithë të tjerët. Normalisht. Dhe që nga ajo kohë, unë nuk e përdora më vajzën për justifikim kur. Unë isha në çdo seminari dhe në çdo leksioni. Por, unë s'mund të arrija vetëm këtë. Nuk mund të arrija vetëm pa pasur Vjerën krah. Vjera gjithashtu në fundjavë të shtunë edhe të diel shkonte në Lushnjë, çdo fundjavë që kujdesej edhe për burra që kishte lënë në shtëpi. Më pas, kaloi viti i dytë i universitetit, dhe kur vajza ishte 8 muajshe, kuptoj sërish që jam shtatzan. Një emocion, këtu ishte shumë herë më i madh, sepse tashmë isha një mami që po bësha për të dytën herë. Dhe isha në vitin e dytë? Tani isha në vitin e tretë, sepse i kisha mbyllur vitin e dytë, isha në vitin e tretë, dhe ishte sërish diskutimi universitetit, nëse duhet të shkoja në universitet apo jo. Ndërkohë kishe gocën? Kisha vajzën, kisha tim shoq, familjen, dhe ndoshta ndonjëherë njeriu e gjen atë guximin dhe forcën për të bërë gjitha njëkohësisht. Ndoshta nuk e përshkruaj dot aq shumë mirë me fjalë gjithë sakrificën që ne kaluam. E kështu vazhdova vitin e tretë,
Por, në këtë moment ne vendosëm që ta lija vajzën në lushnje. E kam lënë 10 muajshe në lushnje dhe unë isha shtatzan, vija në shkollë të hënën dhe kthehesha të premten. Pra 5 ditë pa e parë vajzën. Po, 5 ditë pa e parë. Madje më kujtohet një moment që nëse isha duke bërë gjën e duhur, sepse kur kam hyrë në shtëpi nuk ma ka dhënë atë përqafimin e ngrohtë si mami. Kjo periudhë vazhdoi deri në mars, ku më pas ndodhi pandemia. Ndoshta ka qenë periudha më e keqe për gjithë njerëzit, ama unë brenda vetes time e kam ndjerë si një periudhë qetësie, sepse nuk po mundesha do të më bëja vajtje, ardhje, shtatzan, tashmë isha në muajin e 7. Po të shpenzoje edhe me vajzën edhe të kaloje shtatzanin tënde në kushte shtëpie, le të themi. Po, në kushte shtëpie. Dhe pastaj filluam, po e bënim mësimin online, ndërkohë që unë isha e fokusuar që dilja dhe me rezultate shumë të mira. Vjera prap kujdese edhe në shtëpi për vajzën dhe për mua tashme që kisha lindur për një Sa vite ishte fakulteti? 4? 5 vite. 5 vite? Po, unë tani isha në vitën e 3. Qartë. Ajo kujdese i shumë për mua, madje më sillte ndonjëherë dhe ushqimin në dhomë, ajo që rria, mësoja, sepse doja të dilja me rezultate shumë të mira. Ndërkohë ishe kthyer në lushnje? Po, tani isha kthyer në lushnje sepse ishte karantinë, pandemi, ne ishim brenda. Tani po kujdeseshin të gjithë për mua e sa kisha lindur. Por ti duhet të ktheshe në universitet? U ktheva në universitet. Të dy vajzat po rriteshin avash në Morin ndonjërin me vete apo i letë të tyja në lushnje? Më pas, kur unë isha në periudhën e masterit, po e bëja vajtje ardhje çdo ditë. Lushnje, Tiranë, çdo ditë. Jam diplomuar në qershor. Pra mama studente me 2 fëmijë, me 2 goca. Mama studente me 2 fëmijë që e mbarova shkollën në ciklin e duhur. Pastaj fillove punë? Pastaj kaloi vera dhe marrvesh që në një shkollë jo publike aty në Lushnje ishte një vend bosh. Dëshirë kisha që të shkoja, se tashmë kisha luftuar kaq fort për ëndrrën time, por edhe stepesha pak. Pse? Sepse ishin 2 vajzat, po kisha kaq kohë që po i rria larg tyre.